Në një zhvillim që ka trazuar debatin mbi të drejtat kushtetuese dhe pushtetin ekzekutiv, Gjykata e Lartë e Shteteve të Bashkuara ka vendosur të ndalojë përkohësisht dëbimet e 10 venezuelianëve të dyshuar si pjesë e bandës Trinidad. Vendimi i fundit vjen si përgjigje ndaj një peticioni urgjent të paraqitur nga avokatët mbrojtës, të cilët paralajmëruan se autoritetet po vepronin me ngut, pa ndjekur procedurat e rregullta ligjore. Administrata Trump kishte nisur zbatimin e aktit të armiqve të huaj, një ligj i miratuar në vitin 1798 dhe i përdorur për herë të fundit gjatë luftës së dytë botërore për të urdhëruar dëbimin e të dyshuarve. Ky ligj i jep presidentit fuqi të gjera për largimin e të huajve nga vende armike, pa proces gjyqësor të zakonshëm. Gjykata më parë e kishte lejuar përdorimin e këtij ligji, por kishte vendosur që të dëbuarve duhet u jepet mundësia për të sfiduar largimin. Vendimi më i fundit pezullon këtë proces, ndërsa dy gjyqtar shprehen mospajtimin e tyre me shumicën. Tensionet janë rritur edhe më tej pasi administrata amerikane e ka shpallur Trinidad si organizatë të huaj terroriste, duke akuzuar për veprimtari kriminale serioze në territorin amerikan.